në jug të Kosovës, në nhijen e maleve të Sharrit. Shtrihet komuna e Dragashit, një vend ku natyra dhe kujtimet qëndrojnë bashk, një vend ku çdo gur, çdo rrjedh ujë e çdo fshat e ruan një histori të vetën. Dragashi është më shumë se një pikë në hartë. Është një thesar i gjallë i trashëgimisë kulturore dhe natyrore, me një shtrirje që përfshin fshatrat të thella e kodra të larta. Kjo komunë ofron potencial të jashtëzakonshëm për turizëm malor gjatë të gjitha stineve. Dimrat e gjatë e të ashpër e mbulojnë Dragashin me borë e qetësi, duke e kthyer çdo fshat në një peizazh të bardhë e të thellë. E pastaj vjen pranvera me gjelbërim të freskët, që zgjon livadhet e burimet, ndërsa vera i qalëron bjeshket me barinje, zëra e ngjyra. Për të ardhur vjeshta, e cila i vesh kodrat me arë e me mall. Por përtej këtij peizazhi, Dragashi ruan një pasuri të madhe kulturore, të trashëguar me kujdes nga brezi në brez. Kjo trashëgimi nuk është vetëm për t'u parë, është për t'u ndjerë, për t'u dëgjuar, për t'u jetuar. Mirë se vini në një vend ku çdo gur, çdo këngë dhe çdo vegël ka një histori. Dragashi nuk është vetëm natyrë, është kujtim, është kulturë, është mikpritje. Ju ftojmë ta prekni këtë trashëgimi me zemër të hapur, ta respektoni dhe ta ndani me të tjerët, sepse tradita nuk është për t'u parë, është për t'u ndjerë. E kaluara e popullit tonë ose e treves tonë bazohet në monumente të ndryshme kulturo-historike, veshja, kultura, duket, zakonet, të cilat me një fjalë përfshin në trashëgiminë kulturore. Trashëgimia kulturore e treves tonë është e ruajtur brez pas brezi, edhe pse jo në një mas të caktuar, po megjithatë është e ruajtur, dhe si rezultat e kretë kësaj na do të mundohemi të flasim për disa trashëgimi kulturore të cilat gjenden në treven tonë. Kjo pasuri natyrore e shpirtërore e kësaj komune nuk qëndron vetëm jashtë mureve, pra nuk qëndron vetëm në natyrë, por ajo vazhdon edhe brenda, aty ku fillon çdo gjë, brenda shtëpisë tradicionale opojane, me mure të trasha prej guri, e me baltë, të cilat mbajnë kujtimet e shekujve, zërat të parëve edhe ngrohtësinë e mikpritjes. Çdo gur e dru flet për rëndin, mjeshtërinë dhe respektin. Forma e tyre katërkëndshme, me dy kate funksionale, me vatër të ngrohtë e qardak, nuk janë thjesht elemente ndërtimi, por janë pjesë në mënyrë të jetesës, të rrënjosur në traditë. Muri rrethues prej guri edhe dera prej druri nuk shërben vetëm për siguri e privatësi, por ishin edhe shenja të bukurisë, të dinjitetit dhe të lidhjes me tokën. Në Dragash, shtëpia nuk ishte vetëm stre, ishte zemra e jetës. Aty fillon të gjithçka, me një të qarë fëmije që sillte gëzim, dhe aty përfundon të jeta me dinitet, me lotë e me nderë. Muret e saj ruanin jo vetëm trupin, por edhe shpirtin e familjes. Ishte vendi ku jetohej, ku festohej, ku qetësia dhe dhimbja ndaheshin bashk. Shtëpitë kryesisht kanë qenë të vogla, një katëshe ose dy katëshe, dhe të ndërtuara me lloç, baltë, dru dhe me rrase. Kulmi baj prej drunit që na ata i thoshin trejrët e kulmit, mbi ato kulmi thurëshin trinën ai quajnë, dhe mbi trina vendosën një shtresë e llaçit, mandej mbi to vendoseshin edhe rrasat. Karakteristike kësaj është se rrasat i vendosnin ata njerëz të cilët kanë qenë të autorizuar dhe mjeshtët e asaj, sepse nëse nuk ishe mjeshtri i aty, ai uji hynte mbrenda dhe e dëmtonte shtëpinë. Përpara sobat e miqe i kanë ruajt me, do të thonë, paqë edhe mirë për marrëdhënie e mysafir pi fshatëve të tjerë ose pi më larg. Dhe kanë pas një kujdes të madh për sobën e miqe. Te soba miqe e ka pas një dollap e plaka e shtëpisë ose zonja e familjes
e kanë bajt qelsin dhe i kanë rujt aty do sheqer kafe edhe gjezmen ose tagarin, se nuk kanë pas mjetë e qera për me abo misafirit një kafe, e ja kanë bon tagar, si shpeshini tagari, është para meje, po edhe familja janë gëzuë kur ka arë një misafir, se i kanë thirë edhe kojshit, mas darke, edhe kanë bon ma bet, do më thonë si mbas randve që shokan puna. Atëherë edhe shtëpiat janë ndreq me ndimën e miqve dhe të këshive dhe argati, do më thonë, ju ka pru dikush me kërë, i ka pru gur, i ka ndihmu, do më thonë, që ose ka pas kojshit par, ose pi mahallës, ose misafir, mik, edhe, do më thonë, dikush ja ka falë një verit madh për treni, dikush ja ka falë ato, dikush ato, edhe e ka ndihmu, do më thonë, për me bon shpijin. E që tash, në kohën e tashme, është shumë kollaj me ndërën shpij, se veç kreta gjanat vinë me kamion, porositën, paguhën, edhe mjeshtri, do më thonë, është ma, mjetët i ka ma të mira, ato ne i prisna drunat, për me qitë një ploqe, kurse është taj me pilikat hekrit, edhe është shumë ma kollaj më ndreq. Ashtu si shtëpit dikur ndërtoheshin me kujdes, për çdo gure, për çdo drunë, edhe mullinjet e valanicat e Dragashit dëshmojnë një kohë, kur çdo objekt kishte shpirt, edhe funksion të rënjosur në natyrë. Ato nuk ishin thjesht vekla pune, ishin pjesë e një mënyre jetese që lidhej me tokën, me ujin dhe me dorën e njeriut. Mulliri Dragashit dhe ai i zgatarit janë dëshmi të mençurisë së lashtë për të shfrytzuar energjinë e rrjedhës së ujit. Gurët që bluanin grurin, murët prej guri dhe mbulesat me rasa ruajnë autenticitetin e kohës. Valanica në Bullobrat është një tjetër perl për objektet që përpunonin zhgunin për veshje. E ndërtuar në vitin 1800, ajo është e vetmja e ruajtur e këtij lloji në rajon. Mullini pa tjetër du me konë afër lumit dhe i dahet një pjesë e ujit për me sjell gurin. Në qofse s'ka shumë ujë, kur ishte vjetët e thata, ishte problem. Një mullinj ose dy pnoshin ata të cilit kanë pas ma shumë ujë edhe në konë ma lartë pi fshatit, do më në kryt fshatit. Kurse këta qerit, me mërzi pnoshin, do më thënë nuk kanë pas mundësi me pnos sa duhet, se ujë o da dhe kanë ujtë fushan. Po, jazin, kur e kanë bon, ja kanë bon edhe një farë luki, edhe kanë bon sa ma holl, që mira ma hezli, treklimzës. Ajo treklimza mullini, do më thonë, është gjë sjell pi hekrit, edhe e sjell gurin. Gurës të janë një për fundi, një se prane. Edhe i kanë do pyga për me ngrinjit edhe me lëshu trashësin edhe ma imëth me bluë. Kur e shti një pyga për shumë me ngrinjit, e bluën ma trash. Kur e shën kretë gur me gur, e bluën ma i. Valavica, këtu të na ka pas zgatar, edhe ka pas Valavica në Bullobrat. Po Valavica është për rrehjen e zhgujve, do më thonë 24 orë pa ndalë qikiqat e kanë rre, uji e ka sjellë Valavicën. Kurse këta qikiqat i kanë ra zhgujve. Zhgujt i ka shpeshtue për ku të bjerë shi, mos me mund mi hi uji, do më thonë zhgujve. Se zhgujt kur bohen vek, kemi dy lloje zhgujve. Kemi zhguj me një par liq, do më thonë me dy, edhe kemi zhguj me dy par liq. Dy par liq i bjerë 4, asi që qënë të poshtë të pjetë, kurse kjo me 2. Ma të mirit janë konë me 4 liq, zhgujt ma të trash edhe ma në zahat me majtë edhe kanë, do më thonë, ma jetë gjatë janë konë. Mulliri dhe Valavica janë dëshmi të mençurisë e parëve. Nëse ruhen e prezentohen si duhet, ato mund të bëhen vende ku fëmijët mësojnë për jetën e dikushme e vizitorët e ndjejnë frymën e Dragashit. Ato nuk janë vetëm gur, janë histori që duhet të tregohen. Objektet e shenjta, si namazgjahu në Buzez, Xhamia e Mlikës dhe Tyrbia e Pllavës, dëshmojnë për kushtimin shpirtëror dhe besimin që ka udhëhequr jetën e kësaj treve. Të gjitha këto janë gur me histori, vende ku mund të mësohet, të reflektohet dhe të ndjehet fryma e kësaj komune. Tyrbia, e ndërtuar për nder të një misionari turk, ruan originalitetin e saj, ndërsa namazgjahu, një nga të 4-tit në Ballkan, dëshmon për faljen në natyrë që nga shekujt e 14-ta, ndërsa Xhamia e Mlikës, e ndërtuar nga tregtar sirian, qysh në vitin 1289, është dëshmi e lidhjeve të hershme kulturore e tregtare.
Në trojet shqiptare, kësi lloj namazgjaje ka pas në disa vende dhe namazgjajet janë xhami të tipit të hapur, ku grumbulloheshin njerëzit për festa të ndryshme, të mëdha. Për fatin e mirë tonin, në teritorin tonë, në fshatin Buzez, është namazgjaji i Buzezit, ku të popullata e Apojës e Kuhës e kanë falë xhumon, normalisht disa xhumo dhe festat e Bajramit. Në këtë vend, do më thonë në namazgja, në përgjithësi, e në namazgjajin e Buzezit në veçanti, njerëzit të boheshin dhe në aty, në ato të bime, bëhej lutje, bëhej bashkimi njerëzve, njohja njerëzve në mes veti, tregonin forcën e tyre, bashkëjetesën e të tjera. Do më thonë, me një fjalë, namazgjat kanë qenë kryesisht të karakterit fetar dhe edhe sot e kësaj dita ato ekzistojnë, por nuk kanë, do më thonë, një rol sikur që kanë pas në kohët më të hershme. Një trashëgimi të themi ashtu edhe kulturore, po edhe fetare janë edhe xhamit. Në teritorin e Opojës, thoja se çdo fshat ka xhamit e veta, por njëra ndër xhamit e cila është më e vjetër në këto anë është xhamia e Mlikës, e cila është ndërtuar në vitin 1289. Kjo xhami është djeg, është shkatërruar disa herë, por me iniciativën e vetë banorëve të rrethit, ajo është merimituar edhe sot e kësaj dite që qëndron në bazamentin e saj. Si trashëgimi tjetër në të gjithë tokat shqiptare, edhe në treven tonë në Opoj kanë ekzistuar dhe ekzistojnë tyrbet. Tyrbet zakonisht disa prej tyre kanë qenë afër xhamive, por ka pas edhe të tjera të cilët janë kanë larg xhamisë. Këto nuk kanë pas predikues fetar. Tyrbet janë ndërtuar për nder të misionarëve të ndryshëm, ndërsa të ne në teritorin tonë është e njohur tyrbja e Pllavës, e cila është ndërtuar për nder të një misionari turk. Tyrbet të cilat nuk kanë luajtur ndonjë karakter komodit se çfarë, por në kohët e vjetra njerëzit, familjarët me halle të ndryshme i kanë përdor ato për nevoja të ndryshme të cilat kanë pas për probleme të ndryshme familjare të karaktereve të ndryshme. Secili prej këtyre vendeve flet me heshtje për kujtime e përrrafime që janë ruajtur në zemrat e njerëzve. Varri i Gjermanit dhe kroji i Macës janë po ashtu pika ku historia dhe legjenda takohen. Varri i generalit Ptolemin, i varrosur në vitin 1689, pas infektimit në Murtaj, ruan një rrëfim të veçantë për marrëdhëniet historike. E kroji i Macës, i ndërtuar nga barinjet e parë në vitin 1380, është ende funksional dhe e ruan emrin nga macët që dikur jetonin aty. Ky varr mendohet, thuhet dhe o përcjell brez pas brezi se është varri i një generali i cili është quajtur Ptolemini, i cili është infektuar me smunjen e Murtajës, e cila ka qenë një smunje të shumë rrezikshme dhe varrimi i atij generalit është bërë në atë vend. Për këtë arsye quhet varri i Gjermanit. Ai person i cili është varros aty ka qenë një njeri i respektuar dhe banorët e fshatit aty kanë ruajt varrin për nder të respekt që kanë pas ndaj një personi i cili ka vdekur në vendin e huaj. Ky varr është si një dëshmi e rrallë historike ku raportet dhe marrëdhëniet në mes të popujve të ndryshëm të Ballkanit, ndoshta edhe më gjerë në ekspedita të ndryshme kanë kaluar nëpër këto territore, të cilat ndonjëherë për të mirë, ndoshta më shumë edhe për të keq. E kanë bën një çeshme ose një krye, ti thona, që kur e kanë bën atë krojën, një plak aty thotë, po çish pjalom emrin këtij krojit. Ai ka thonë, po çish më jalon, që shpesh maca po nxehet në gur, por çdo ditë ky guri, atëre të jetë kroji i Macës. Kroji i Macës po kanë pi njerëzit tuaj, domethënë me emrin kroji i Macës, po njerëzit e kanë përdor edhe hala sot është në fshatin Plajnik kroji i Macës në hymje të fshatit. Janë drejt që do shtëpi, domethënë ma poshtë, po ajo është bashkë në qendër. Domethënë kur dush me hi si mysafir në Plajnik, pa kalu ka kroji i Macës, son hi në Plajnik.
këtë krye e kanë ndërtuar barinjet të cilët janë vendosur në ato vende dhe gradualisht ngadal janë sistemuar aty, kanë krijuar fshatin e tyre. Ky krua gjendet në fshatin Plajnik dhe ka ujë të qiltër të pastër, i cili ka dy karakteristika. Karakteristika e parë është se gjatë kohës së dimnit është ujë i ngrohtë, ndërsa verës është i ftoftë. Këto vende na tregojnë për kohë të largëta, për njerëz që lanë gjurmë edhe për rrëfime që jetojnë edhe sot. Ato janë vendet e qeta, për plot kuptim. Nga kjo qetësi, kalojmë të gjallëria festive, aty ku vrapimi i kuajve dhe gara e pehlivaneve mblidhnin gjithë fshatin, tingulli i daullave, thirrjet e publikut dhe krenaria e garuesve e mbajnë të gjallë shpirtin e traditës. Kuajt e racave të ndryshme garojnë për nder të dasmave, synetive, e edhe sot madje për ditën e çlirimit, ndërsa pehlivanet të lyer me vaj ekspozojnë forcën dhe shkatësinë të ndjekur nga daulle e zyrle. Garat ose aktivitetet të cilat tërheqin më shumë për vëmendje dhe emocione të posaçme në trevën e Opojës, e cila është rujt brez pas brezi dhe deri në ditët e sodit, janë garat e kuajve dhe garat e pehlivanëve. Në Opojë, shtresat e popullsisë kanë qenë të ndryshme, dikush më shumë, dikush më të pasur, dikush më të varfër, por në territorin e Opojës kanë pas familje që i kanë rujt kjalt vetëm për vrapët, dhe këto kanë qenë familjet më të pasura. Kalorësit i zgjedhnin vetë banorët e atij fshatit, të cilët duhet të ishin më të mirë, më zërvjedhët, më të shkatë, pesha duhet të ishte më vogël në mënyrë që mos ta mundoj kalin e tjera. Këto gara organizoheshin për manifestime të ndryshme, qofshin synetive, dasmave dhe festave të tjera të kohës. Tash, kjo traditë, që prej kohërave të vjetra, ka vazhduar dhe ditët e sodit, dhe në ditët e sodit, për dallim nga ato, janë më profesionale, domethënë ekzistojnë klubat profesionale, përgatitjet e kuajve banë në mënyrë profesionale, racat e kuajve janë racat e pastërta vetëm për vrapim. Dhe dallimi në mes të kohës kur është organizuar e kohës vjetër, kur u bën organizimi i këtyre garave dhe i sodit, është i madh. Por emocionet dhe vullneti edhe dëshira për të marrë pjesë dhe për të pa këto gara është ka mbet i njëjtë. Një garë tjetër e cila po ashtu zgjon të interesim të madh tek popullata është edhe gara e pehlivanëve. Në territorin e komunës sonë, në shumicën e fshatrave, ka pas pehlivanë të cilët komuniteti, kur u afroh kë gara, një muj para garës, komuniteti i ushqente dhe i kërkonte prej tyre që ata të ushtrojnë në mënyrë që të përfaqësojnë në mënyrë shumë të dinjitetshme rrethin ose fshatin ose fisin e vet. Garat e pehlivanëve të kohës janë mbajt në hapësinë të hapur me rrethe dhe janë përcjell me tupana, daulle, zyrle e të tjera. Këto gara kanë zgjuar një interesim dhe emocione të veçanta të mbar popullata. Pas luftës, festat janë bërë më të mëdha dhe më të organizuara. Ka më shumë pjesëmarrje, më shumë ngjarje kulturore e sportive, por fryma ka mbetur e njëjtë: bashkimi, gëzimi dhe nderimi për traditën. Festat sot janë edhe një mënyrë për të kujtuar sakrificën dhe për të ruajtur identitetin. Këto gara kanë qenë gjithmonë pjesë e festave të mëdha në Opojë e në Gorë. E në këto festa, veshjet tradicionale kishin po aq rëndësi sa vetë gara. Veshjet tradicionale të Opojës e Gorës janë më shumë se rroba, janë gjurmë të gjalla të identitetit të kulturës së kësaj treve. Ato nuk ishin të njëjta për të gjithë, ndaheshin sipas gjinisë, sipas moshës e sipas statusit martësor. Burrat visheshin me plis, xhamadan, me tirçi, çorape e opinga, të gjitha këto të punuara me dorë, ndërsa gratë me fustanella, këmish me mëng, xhamadan, shoka e shamia të qëndisura me kujdes. Veshjet e grave të martuara ishin veçanërisht të pasura me simbolik
e të punuara me dorë, të kushtueshme dhe të trashëguara brez pas brezi. Çdo element kishte kuptim, duke filluar nga ngjyrat, qëndisja, mënyra e mbajtjes. Ishin veshje me vlera të larta kulturore, që flisnin për përkatësinë, nderin dhe historinë e familjes. Në Dragash, veshja nuk ishte thjesht bukurim, ishte një gjuhë e heshtur e traditës. Veshja tradicionale përgatitet me dorë, me shumë kujdes dhe durim. Gratë e shtëpisë, sidomos ato më të moshura, e qendisin dhe e punonin pjesë nga zhguni të shamia të gajtani. Përdorë leshi i delës, ngjyrosja bëhej me metodat natyrale dhe çdo element kishte kuptim. Nuk ishte thjesht veshje, por trashëgimi që kalonte nga një brez te tjetri. Veshja opojane dhe ajo gorane dallohen në ngjyrat, në qëndisjen dhe në mënyrën e mbajtjes. Goranat, sidomos gratë e martura, kanë veshje më të pastra me shumë zbukurime dhe simbolik. Të dyja janë të punuara me dorë, por secila flet për zakonet dhe shijen e fshatit të vet. Veshjet kombëtare, janë përdor para me, gjithë i kanë pas në për shtëpia, se i kanë pas ka 2-3 parë. Kurse shtaj kanë ardhur në zhdukje gati, që taj veç kanë met pak, edhe ato, unë jam toj bon do për vajza dhe për djemë vojli, po edhe ato, kërkesa ka, po nuk ka material, nuk ka kush mos që i bën zhgujt, nuk ka kush që i bën pëlhurat, por para për çdo darsëm, pa i pas teshat kombëtare nuk kanë mund me shku krushje se i kanë qitë djemë të ri me veshje kombëtare para flamurit. Që tajnë veç përdorën për dhe një festival, ose dhe një manifestim, ose për pavarësin, ditën e pavarësisë, kur e bon çdo komunë. Veshjet e burrave dhe grave, të punuara me dorë dhe të mbushura me simbolik, ishin pjesë e çdo feste, duke plotësuar bukurinë e këngës e të vallës. Në opoj kënga dhe vallja janë pjesë e shpirtit kolektiv, të lindura jo në skën, por në obor, në dasëm, në djep e në bjeshk. Vajzat vallëzojnë në rreth, duke kënduar polifonikisht për dashuri, mall e fest, ndërsa burrat ruajnë ritmin e kolçojës, një grup prej 10 travallave të trashëguara brez pas brezi, të shoqëruara me surle e daulle. Këngët e grave dhe të burrave flasin për dashuri, humor dhe ngjarje të jetës. Në këtë krahin malore, kënga është kujtim, lutje, fest, një johon që nuk shuhet, por kalon nga një brez në brezin tjetër. Vallet e vajzave janë më të lehta, më të buta dhe shpesh shoqërohen me këngë polifonike që ato i këndojnë vetë gjatë vallëzimit. Vajzat vallëzojnë në rreth me hapat e sinkronizuar dhe lëvizje të hieshme që shprehin dashuri, mall dhe gëzim. Ndërsa vallet e burrave, si kolçoja, janë më të forta, me ritmike dhe më të ngjeshura. Ato shoqërohen me zule dhe daull dhe shpesh përfaqësojnë forcën, burrërinë dhe solidaritetin. Burrat vallëzojnë në formacionet e drejta me hapa të fuqishëm dhe ritme të përcaktuara. Këngët polifonike të vajzave janë ruajtur përmes traditës nga nënat, të bijat, nga gjyshët të mbesat. Ato nuk janë shkruar, por janë mbajtur mend dhe përcjell me kujdes. Këndohen zakonisht në dasma, në mbledhje familjare, në festat e fshatit dhe në bjeshk gjatë verës. Janë këngë që shprehin ndjenje të thella, dashuri, pritje, mall për të afërmit në mërgim dhe gëzim për bashkimin. Kolçoja është një grup vallësh burrore që përfaqëson krenarinë, forcën dhe unitetin e burrave bojan. Është një simbol i trashëgimisë kulturore që nuk ka ndryshuar shumë në kohën. Besohet natyrshëm duke parë, duke marrë pjesë dhe duke u ftuar nga të moshurit në dasma e hahengje. Nuk ka shkollë për kolçojen, ka zemër, ritëm dhe respekt për traditën. Kështu, kalon nga një brez në tjetrin. Jeta tradicionale kishte festa, kishte valle e kishte veshje, të gjitha këto të punuara me dorë, sepse nuk kishte makineri, por kishte duar, kishte mjeshtëri, kishte përkushtim. Ashtu si veshjet, edhe veglat e punës ishin pjesë e jetës. Kazani, saçi, testia, ftini, plugu, drapëri, sharra, struku e shumë vleglat e tjera. E lidhnin njeriun me tokën, me tryezën edhe me ritmin e përditshëm të jetës në këtë komunë.
Do të filloj këtu sparit thonë për nona tona dhe gratë e fshatit ose gratë e këtë opojës, domethënë kanë pas një punë shumë më tront, edhe kanë pas një shumë punë me përgjithësi dhe me mund. Ha mu duket të gatuin, ha mu duket të rujnë fëmijët, të rritin, ha mu duket të lajnë teshat. Teshat janë la atër në përkoritat drunit, cilën baba plaki jam e ka vënu pini verit, e kanë zjarë dhe ka vënu koritën, po edhe kanë shku e kanë la teshat të lumi, se ujë nuk ka pas në përshtepi mrenda, e që atje i kanë vu kazonat, që i patëm fjallën për kazonat do më dhe janë rujt edhe për dars me mu bon, dhe më thonë, zjafetet, jemekët, po edhe kazona ka pas special për punën e lamës teshave, të robave, me gjithë s'ka i pas atë shumë tesha, i ka i pas një parë ose dy, u duke që ato, mi la, mi ter, edhe prapë nesën me gjithë mi vesh, e me shku, ose me safir, ose me shku në shko. Po tjetë, në para do vitë dhe mëni, ka i pas mjetët, magja ka qenë votër, ka qenë sofra, ka qenë kazoni, ka qenë kusinja, ka qenë sajajaki, ka qenë tava, lugët kanë qenë pi drunit, po Sicilia ka pas vendin e vetë edhe ka pas punën e vetë. Do më thonë, këtu të na, ma tradita e ka pas flijin si ushqim për shumë për ma cilësor edhe për misafir, kurse janë përdorë, do më thonë, pasulje, lakna, kompira, do më thonë, janë boje meke, po nuk kanë pas shumë mjete dhe familja, si familje ka hongër me një karavan. Do më thonë, karavani për 10 vetë, për 12 vetë, më varë të shukon familja, e që aty kanë hongër ushqimin, jo si kur që ta është për shumë që ka dalë, si kur që hanë porcionin e vetë, edhe është ma mirë, po ajo ishte ma i heshme dhe ishte ma shishëm atër. Një 2 bek drunit për darsma që e bëshin që shkekin, e shtypshin që aty djemët ose vajzat e mahalës, grunin, e dlirshin, e pastrojshin, edhe pasulin për darsëm, po familja si familje, do më thëni ka pas ftinin, që kanë tunë kosin, edhe kanë bo të lynin, e kanë zjarë dhaltin, e mëna e kanë bo pi dhaltin, dhe mëna bërë gjiza, këtë gjonat qela për familje. Kur u livru toka, ose ne kam i thane, kam i quët arën ose tokën, me kije, i kanë rujt kije, do më thonë, pi muzetve i kanë bo kije, dhe i ka rujt si cila familje 2 e ma shumë, po dikush s'ka mund të mirujt 2 e ka rujt 1 e janë bo ortak me një kusherin ma të afrëm, dhe e kanë quë tokën. Me pluk, ose hala ma heret me parment, po parmenda ka qenë e drunit e ndreqme edhe nuk ka mund do më thonë me e punu e tokën si duhet se më ty anët e gjujke botën dheun. Kurse më ne ma vonë ka dalë plugi e ka qovë me një anë edhe do më e ka punu ma mirë edhe ma fellë. Kurse ma vonë pi plugit ka dalë plugi me 2 anë. Do më thonë asë një anë nuk ka shku bosh kjartë ose kijet, janë këtu e prapë qësaj edhe e kanë bo edhe ma shpet edhe e kanë bo hala ma mirë. Veglat të cilat janë përdorë në kohën me të cilën po bëjmë në fjalë, kanë qenë veglat të kryesisht të punuara me dorë nga njerëz të caktuar. Ato sot nuk përdoren, por rëndësia e tyre është e madhe, sepse ato janë ndërtuar nga njerëz jo profesionist, njerëz mjeshtrat e mirë, prej drunit, kryesisht nuk ka pas makina. Tash, si veglat të më të njohura të asaj kohë kanë qenë, shumë ftini, magja, kazani bakrit, plugu, mëndaj drabni, testinja e të tjera. Këto vegle janë pjesë e trashëgimisë që të regojnë për kushtimin e njerëzve për rujtjen dhe trashëgimin e kulturës në trevën tonë. Në fund të këtij udhtimi, ku çdo kur ka folur, çdo këngë ka dritur zemrën, dhe çdo vallë ka lëvizur kujtimin, Dragashi na del jo si një vend, por si një frymë gjallë, si një amanet i trashëguar, nga shtëpia e gurit, te valanica e zhgunit, nga namazgjahu i shekujve, te kënga e djepit, nga vrapimi i kuajve të zëri i kolçojës, çdo element i kësaj treve është pjesë e një mozaiku që nuk mund të kuptohet veçmas, por vetëm si tërësi. Këtu trashëgimia nuk është muze, është përditshmëri. Ajo jeton në fjalën e të moshuarve, në duart e artizanëve, në zërin e vajzave që këndojnë, në ritmin e burrave që vallëzojnë. Dragashi nuk është vetëm një kujtim i së shkuarës, është thirrje për të ardhmen, një thirrje për ta ruajtur, për ta ndarë, për ta ndëruar, sepse kur kënga ndalet, kur vallja pushon, mbetet Jehona,
Dhe ajo Johan është zëri Dragashit që nuk hesht kurrë. Të jem pjesë e kësaj trashëgimie do të thotë të mbajmë bisupe, kujtimet, zakonet dhe krenarin e të parve. Do të thotë të jetojmë mes këngëve, veshjeve, veglave dhe valleve që nuk janë thjesht gjëra të vjetra por pjesë e shpirtit tonë. Është nder dhe përgjegjësi sepse çdo brez që harron rrenjët humb vetveten. Këto vlera ruhen duke jetuar, jo vetëm duke i treguar. Duhet i përfshin të rinjët në festa, në punë, në këngë e në valle. Ti mësojmë se si bëhet flia, si këndohet polifonia, si vishet xhamadani. Ti dokumentojmë, ti prezantojmë në shkolla, në media, në rrjetet sociale, me krenari, jo me nostalgji, sepse tradita nuk është barë, është pasuri. Komuna jonë ka një trashëgimi të pasur kulturore, prandaj ajo duhet të ruhet e sidomos nga të rinjit tanë të cilët duhet të mësojnë më shumë dhe të vazhdojnë trashëgimin kulturore të komunës sonë ose të Trevës sonë.